Një pjesë e madhe e territorit të vendit është tronditur pas ditën e së shtunës nga një tërmet i fortë me magnitudë 5.1 Richter. Lëkundjet më të mëdha janë ndier më së shumti në Shqipërinë qendrore, por edhe në Mat, Pugë e Shkodër. Sipas Institutit të Sismologjisë, epicendra ka qenë në Kurbnesh të Mirditës. Epicendra e tërmetit është rreth 3 km në veri të qytetit Kurbneshit, 15 km në veri lindje të Rëshenit. Ky tërmet është ndier në disa qytete të vendit tonë, Peshkopi, në gjithë Shqipërinë qendrore, por është ndier rreth 4 ballë edhe në qytetin e Tiranës. Paniku tek qytetarët ka qenë mjaft i madh, veçanërisht tek ata që gjendeshin në ndërtesa të larta. Duhet theksuar që ka pasur dëme materiale në banesa në disa fshatra të Mirditës, por nuk raportohen të lënduar në njerëz. Ky tërmet është në pragun e dëmtimeve, intensiteti 6 deri në 7 ballë, është në prag që mund të ketë dëmtime të lehta në zonën epicentrale. Specialistët e sismologjisë thonë se edhe pse lëkundjet e kësaj të shtunde kanë qenë të forta, mundësitë për një tjetër tërmet që kalon magnitudën 4 Richter janë shumë të pakta.